A nëse gruja me gjerën për laun, e djali si du të me vëprua? Djali i mençëm të më konë. Djali i mençëm. Nanës, pse për lati? Leje, unë e kam. Ti, qatë ka gjithë punë ti më në nënteme? I zhut është. Këtë rast, e kësha të regu një rast që e ka përmen, thuen për Muavijen, khalife në muslimanve. A i ka qenë një njerë, një khalife i muslimanve, për para këtina, kam pas shumë probleme musliman me zveti. Kam pas zanë, ka me zvetit mënaja, shumë. Kur ka arë ky, e ka qetësu shumë. I ka thonë, si mujtë ti më arrit, për para teje, ka pas khalife. Sikur se Ali, radiallahu anhu, Othmani, kam pas kone vetë trazira fitet mënaja, e ti i re dhe qetësuve. Do me ditë, thot, je ka dhoni një pasqyrim të vogël, një shembull, thot, unë e shembull jam me këtë popullatën muslimanëve është sikur se një njeri i cili e ka marrë thot një litar, një konop, unë jam me një anë, ndërsa popullata me anë tjetër. Kur e kam po popullatën, se hiç nuk shlompej, unë e kam lëviz pak, ja kam dhënë litarin. Kur e kam pas ato janë habit, edhe janë dallëdis mos dunjos, e kam ngren nga vetja. Duhet me ditë djali kur shlompej, kur e ngren. Nuk e shlon komplet një adhan, pas nuk e me për veti, duhet me ditë me mençuria në pekuri. Duke mos ja zemrën nanës, po të njëjtën kohë e as grujës. Nuk ka nevojë për lan, po duhet me qetësu, me të mirë. Çdo kunë me fjalë të mira, me fjalë të mira, edhe zgjen problem. Ama do të nuk kanë zhut, i mençëm, fjalë të amla, me të butë. Kjo nuk ka i martu në pita që të pregatit, për kur martohet kjo? Kjo është i liri cili është këtë me kompleksa me probleme. Vjen me do pyetje që me të vërtet si kam një kërkon. Interesant është i liri. Amin, bashkë me ty i lirë.